thua ndje do me thonë atë kimin, atë gjën, gjaku im të tërheq, realisht. Por se cili është i lirë, në fundit të zbëj që deta, ma është me tip, me person, me karakter. Konkret, se do që tjetë, për tesa, më vërtet e do një djalë ti që e do fort, për shumë, a unë, një vajzë, po kjo, po edhe të pushin një që karakteri i krushqisë, që t'ullen dhe krushia me qenë të knaqët, ajo mami jot me babin e ta t'ullen me mamin të dy. Tjenë të dyja palët e familjeve një loje dhe t'ken traditat një loje. Me italian do martohë, po do lodhë gjatë gjithë jetës, do lodhë. Amo, adin që është problemit e italianët të rasat tjera, se për shambull, ti shkon, pëzëm shambull tani martohet me i gocë italiane. Tash mund më varet për rasteve, se mund të jetë edhe goca më e mirë në botë dhe akoma më e mirë se i gocë për shembull shqiptare. Po që problemi është që vajzat e huaja, domethënë e kanë një gjë që për shembull i ban dy fëmijë me tanin. Nesër mas nesër, adin thotë vjen një person tjetër, edhe thot, okej, thot, mbaroj dashuria, respekt, janë e kënë mbaroj dashuria dhe nuk intereson a të lënë ty, a jemi dy fëmijë, nuk jemi dy fëmijë. Amo një gocë shqiptare, dhe me thonë, edhe në qofë se mbaron dashuria, qëndron për respekt fëmijëve. Për respekt fëmijëve qëndron tër jetën, edhe i përballet çdo lloj gjëje, edhe me pastaj debat, edhe ku me ditë çka. Atje unë njoh një shoqe time që personalisht e ka lënë të dashurin e vet, italiane, ka lënë të dashurin e vet mas 7 viteve se ja ka futi shtuplak. Unë personalisht nuk jam dakord. 7 vite me qenë bashkë me i mashkull, me baj fëmijë me i mashkull, dhe për i shuplak, unë nuk e kisha prish, dhe me thonë martesën time për i shuplak. Adin ti duhet normal që fësë është një gjë që ai person dhun, adin jo ashtu nuk më ka lje mu baba më më rejt dikush e gjana kështë, po që njëherë duhet me i mendu edhe fëmin që e ki duhet me mendu edhe ata dhe mja mendu edhe atjela, dhe me thonë e dëmëton ose trauma që ja shkakton, me thonë, prit, a mundet kjo gjë më regullu, a nuk mundet më regullu, personalisht, ma mirë kisha vujt vetë, se sa me bo me vujt për shambull qëfar faj ka fëmija, kur ti vetë e ke zgjedhat person.